Opozita ka nisë foltoren 2 vend me një pjesëmarrje që nuk përbën lajm. Megjithëse ndërprit të gjitha emisionet televizive për transmetuar live një gjë pa jetë. Ku e çon kjo rrugë opozitën, kur brenda saj shikohet një fragmentarizim tjetër, i mëtejshëm, dhe një kaos brenda kryesisë dhe grupit deputetëve që u duk qartë me firmat për avokatin e popullit, ku i dilnin 200 deputet PD-s për firmat kishin vënë të gjithë kandidatët. Pra një njeri kishte vënë 3 herë tjetër. A mund të merret serioze kjo parti? Dhe ku po shkon kjo parti? Sigurisht nuk mund merret. Në mendimin tim Partia Demokratike ka kohë që ka mbyllur misionin e saj. Por ka fatin e madh që duken që njerëzit e Partisë Socialiste duan që ta mbajnë për interesin e tyre. Me çka kuptoj, ndryshe nga unë mendoj që pikërisht mos pjesëmarrja përbën lajm tek Partia Demokratike, se tregon që partia kryesore e opozitës nuk mbledh dot njerëz. E para sepse njerëzit duan të shikojnë një dritë në fund të tunelit, dhe e dyta, individët që përfaqësojnë Partinë Demokratike janë jashtë aralit mendor të publikut shqiptar, që çfarëdo që thonë është një pjesë qytetare e cila po vetë emancipohet. Nuk emancipon politika shqiptare, po vetë emancipohet. Vetë emancipohet, e vërtet. Gjuha e huaj, dëshira, demokratizimi, shpirti mirë, shqiptari në thelb është dalja në përbot, hapja. Dalja në përbot, po shqiptari është qenie punëtore në thelb. Dhe të paktën shqiptari nuk do që t'i japësh, shqiptari do që ta marri me nder. Dhe për shembull Konica thoshte dikur, nuk e kuptoj si shqiptarët nuk punojnë këtu, dhe shqiptarët ishin njerëzit që punuan, që hapën kanalin e Korinthit, thotë. Ka qenë një nga veprat inxhinierike më të mëdha të Po jo më edhe sot në botë, i ke shqiptarët. Janë punëtorë. Të shqiptarët punojnë në botë, edhe janë shumë sill, mos shifti raste që ka shkëputur. Këtë thelb nuk kuptojnë tek Partia Demokratike, para sepse demonstrojnë pasurinë, për shembull, nuk kishte zonja Topalli pse ta tregonte atë luks të madh, mund ta tregonte për veten e vet në qoftë se nuk ishte deputete. Duhet ta kishte këtë lloj logjike. Vërtet është festimi familjes saj dhe nuk mund të ndërhyjmë, por ke një tagër zyrtar